Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit DS 54 vjeç banues të Vlorë pasi ndajti ka bërë kallëzim bashkëjetuesja e tij se gjatë një mosmarrëveshjeje është ndjerë dhunuar psikologjikisht dhe kërcënuar prej tij. Po ashtu KL banues të Vlorë pasi lajgjën u i ftohtë në vendin e quajtur Kalaja, dyshohet se ky shtetas ka bërë gërmime për zgjerim dhe sistemim rruge, si dhe ka shtruar një sipërfaqe toke me beton pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasen AD 23 vjeç banuese në Athinë, pasi ndaj saj ka bërë kallëzim shtetësja MD 38 vjeçë banuese në Himar se kjo shtetase për motive të dobta është konfliktuar fizikisht me të. Po nga këto struktura u referuan materialet në prokurori pas kallëzimit të bërë në datën 1/7/2025 nga shtetësia XM se në datën 28/6/2025, gjatë kohës që ishte akomoduar në një hotel në Dërmi, janë vjedhur bijuteri. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Sipas specialistëve për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Delvin, referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin TB 47 vjeç banues në Tiranë, pasi në datën 1/7/2025 në Delvin, në vendin e quajtur rrethimi fshatit Bajkaj, nga kamioni i kompanisë së tij janë shkarkuar inerte në një vend ku kompania nuk ka autorizim. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedim penal për shtetasin DS 45 vjeç banues në Sarandë, pasi në lagje numër 1 Sarandë, qeni i këtij shtetasi ka kafshuar në dorë shtetasen JM 70 vjeç, duke i shkaktuar dëmtime të lehta. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.